Gerta, e ulur pranë Jozit në qoshën e kuzhinës, po flet me një ton të vendosur dhe të mbushur me nervozizëm. Ajo duket e revoltuar dhe nuk e fsheh as pak inatin që ka ndaj gjestit. Dëgjoj Jozi, i thot ajo, duke e shikuar drejtë në sy, unë nuk kam ndërmend ta lë atë njeri të largohet nga kjo shtëpi ashtu thjesht. Nuk do e lejoj që ai të ikë me kokën lart, si një fitimtar. Jo, unë do ta nxjerr jashtë me zarf të zi, do ta bëj të përjashtohet dhe do ta tregoj për atë që është në të vërtetë. Jozi, i cili e di mirë sa e inatosur është Gerta me gjestin, e shikon me një buzëqeshje të lehtë, por edhe me një farë habie. E di që nuk e duron dot, Gerta, por si ke ndërmend ta bësh këtë? E pyet ai, duke ecur drejt frigoriferit dhe duke marrë një shishe ujë. Gerta, e mbështetur në banak, tund kokën dhe vazhdon me një zë edhe më të vendosur. Nuk ka rëndësi si, por më beso që do ta bëj. Do t'i nxjerr në shesh të gjitha ato që ka bërë, do t'i tregoj të gjitha skenat që ka luajtur, do të flas hapur para të gjithëve. Ai s'mund të vazhdoj të manipuloj njerëzit këtu brenda dhe të tallet me të gjithë. Jozi, duke marrë një glënjë ujë, e shikon atë me dyshim. E po Gerta, nëse do të arrish ta bësh këtë, duhet të kesh prova të forta. Nuk mjafton vetëm të thuash diçka, duhet të dish si ta bindësh publikun dhe produksionin. Gerta mblodhi duart fort dhe pshërtiu, por nuk hoqi dorë nga qëllimi i saj. Unë kam parë çdo lëvizje të tij, e kam ndjekur, e kam kuptuar si luan. Ai tallet, mashtron, viktimizohet, përdor vajzat për lojë dhe pastaj i hedh tutje sikur të mos kenë qenë kurrë pjesë e jetës së tij. Nuk ka asnjë ndjenjë të sinqertë, është njëri falltho. Nëse ai mendon se do të dalë nga kjo shtëpi si një king, e ka shumë gabim. Jozi, i ulur tashmë pranë saj, tundi kokën dhe qeshi pak, po mirë moj, shoh që e ke marrë shumë seriozisht këtë mision. Po mos haro, këtu brenda asgjë nuk është e lehtë. Gjesti është i zgjuar dhe di si ta kthej situatën në favorin e tij. Gerta shtrëngoi nofullat dhe tha me një zë të ulët, por të vendosur, le të provoj. Por këtë herë do ta ketë të vështirë, sepse unë nuk do të hesht. Zarf i zi për të, Jozi, do ta shohësh. Jozi e pa me një buzëqeshje të lehtë, duke menduar me vete se ky debat mes Gertës dhe Gjestit po bëhej gjithnjë e më i ashpër dhe se diçka e madhe do të ndodhte së shpejti.